Budallaqe, hik! Hajde hik! Çfarë të bora? Një bretkot sa më trembi? Se qesh, se kisha mendjen. Qa ka për të qeshur? Jo, asgjë. Aman këto drejt qujra shekrit thash. Na e punoj mira i dy kotile donshi. Po veç mos u kthefsha në institut. Eda! Ajshe! Çfarë? Janë një lundër atje tej. Po, dikush po vjen. Ulemi të shlodhemi ca? Presim atë lundër mbase na merr. Budallaqe, hik! Hajde hik! Çfarë të bora? Një bretkot sa më trembi? Se qesh, se kisha mendjen. Qa ka për të qeshur? Jo, asgjë. Aman këto drejt qujra shekrit thash. Na e punoj mira i dy kotile donshi. Po veç mos u kthefsha në institut. Eda! Ajshe! Çfarë? Janë një lundër atje tej. Po, dikush po vjen. Ulemi të shlodhemi ca? Presim atë lundër mbase na merr. Xhaxha! O Xhaxha! A na merr në lundër? Ne po të prisnim këtu. Jo marr, më bi, jo marr, pa hipni dot pa. Hipim si jo. Pa pro edhe pak. Edhe pak.
Avash. Ashtu. Ishe për peshk? Për peshkve në djemë të thashti. Unë nuk kam më fuqi. Po ju prenga ju kemi. S'më ngjani nga këto anë. Jemi studente për bujqësi. Kemi mbaruar vitin e parë. Deri në kas na prun me makinë. Pastaj na tha mundja të vini me këmbë se na u duk fare afër. Sa e lodhur që jam. Mu muarën mend nga uji. Kush është? Jam agronomi. Ju keni ardhur për praktik? Po, Më thanë se më kishit kërkuar. Më falni se mbase nuk është koha, po me që ju ishit këtu mendova t'u takoja. ju lutem urdhroni. Faleminderit. Fani. Gëzohem, Mejda Salio. Kjo shoqja është Bora e Miri. Kemi ardhur për praktik këtu dhe në fermë na dhanë një letër për ju. Shumë mirë. Sa praktikantë keni ardhur? Kemi ardhur disa, por ne me këtë shoqen kemi një temë për shkripëzimin dhe na prun këtu në Nusekon. Kemi bërë disa leksione me studimin tuaj për shkripëzimin. Një studim tepër interesant. Ashtu? Më duket se po më bëni gjegje. jo. Megjithëse duhet ta marr këtë si një çfaqje dashamirësie. Janë thjesht disa vëzhgime që kam bërë gjatë punës time si agronom në këto anë. Sidoqoftë, ky është mendimi dhe i pedagogëve tanë. Faleminderit. Më falni, po kjo shoqja juaj që nga tepër e heshtur. Mos vallë nuk doni që pikërisht tani dikush t'ua dëgjoj zën? Pse nuk dua që dikush të më dëgjoj zërin pikërisht tani? Unë po dëgjoja. Pastaj respektojnë shprehje popullore. Heshtja është flori. Mbase jeni mërzitur. Po kështu e ka fillimi, sa të mësojeni. Keni qenë mens? Tani po bëshim gati. Mirë. Shkojmë bashkë. Ju njohun me ata të mensës, mësoni edhe rrugën. Faleminderit. E më shoqë Elena, pse më shikon ashtu? Rri rehat keqen Gjeloja, se do më prish familje. Mos e pyet, jam beta të të shikoj ty. Ore kështu si thot Gjelu aty, s'kam nge ndaj gruan unë. Ikor drejt, mirë he gruaj që të ka. Ç'është ky tip? Kështu bëj shakato, janë burë grua. Sa të lezetshëm. O Niko! Gru! Hajde nga ara mlete. Ja. Do të shkoni sot ka parcela? Po, Miru pafshi. mirupafshim. Hajde Bora. Të dhëmbin shumë? Po, tani po e ndjej që u lodhëm dje. Me kurajo do të kaloj. Po si, me kuraja. Mirëmëngjes, mirëmëngjes. A Mirëmëngjes. mund ty? Po si? Ullën. Mirëmëngjes, Gjalefter. Mirëmëngjes me ti. Kështu Gjalefter. Ti shkon në shtëpi edhe mos u bëj merak. Jo, s'kam si ikin kështu. Ma ikni djale nga bonifikimi e ma merri në fermë. Po nuk e kam unë në dorë këtë punë, të thash një herë. Atëherë do ta marr në shtëpi. Po prit, Hajde. prit një minutë. Nuk e se si jam në shtëpi. Ky është në punë të shtetit.
Pastaj ne kemi eskavatorist mirë, si do ta marrësh në shtëpi. Se nuk më lë me raku prandaj. Le ti shtore në punë, ku do gjetë vetëm në këneti jo. I them edhe vetes, pralla janë të gjitha. Po shti bëj me rakut se gjithë natën mendjen këtë jeton, nga këneta. Ma djale. Nuk t'ka vrarë Korizi Samari ti, prandaj. Nuk të është Djegur Gjani, prandaj më fletë kështu. Merë marë t'jale në verëm. Nesër, pas nesër, unë ta dua përgjigjen. Çfarë halli pas ka kështu gjatë Lefteri? Mu duk shumë i mërzitur. Kërkon të hejtë nipin, atë djalin nga këneta. Ronë në mendjen e disave një legjend shumë e hidhur për këtë kënet. Nusekona thonë është limeri vdekjes. Prallat vjetra, legjendat lashtë. Angelo, merë 100 telefonat atanë, se ne s'dim si të bëjmë. Mirë. Sa po morën vetë ata? Do vijë edhe drejtori me shokun Sotir nga komiteti i partisë. Prandaj bëni gati eskavatorët edhe nisuni ju. Nuk bëhemi dot gati për para darkës. Natën do nisim. Po mirë, puna është nesër në mëngjes të jeni atje. Rregull. Shpejt. Ne kemi të vështirë me këtë kënet. E ka shtratin të dobët. Si shtrihet këneta e Nusekonës? Ja, kjo është pamja e përgjithshme e tokave në shkripëzim. Gjithsej 7600 hektarë. Këtu kanë qenë 3 këneta. Këneta e Bodit, këneta e Gjatë, edhe ja kjo e fundit, këneta e Nusekonës me shtrirjen e saj nga veriu në jug perëndim. 2900 hektarë tokë. Po pse i thon limeri vdekjes? Sepse e kanë quajtur vend të nëmur. Përpara një shekulli, këtu erdhën disa çoban. Edhe ngritën një fshat. Për na e kohë shumë të shkurtër, si një fatalitet, familjet e çobanëve i shohi vdekja. Varet e tyre janë edhe sot e kësaj dite në një bregore këtu më ta. Natyrisht nuk ishte fatalitet, sepse ishte varfëria, urria, mungesa e mjekut. Po megjithatë, Nusekonën e quajtën vend të nëmur. Pra siç e shihni kemi shumë telashe. Ikim? Është djallë kënet kjo më bie. Unë as djallin edhe as zotin nuk i kam besuar. Po kjo e flamosur kënet se si është. Të ma kishe bërë të paktën ti atë të mirë që kërkova. Thua një fjalë ati fanit. Vetëm atë nip kam. E duhet ma bëni këtë të mirë. Unë jam studente Gjallefter. Pastaj ne sa po kemi ardhur? Ha mëj se ju dëgjon juaj, ju dëgjon. Thua një fjalë. Më ka futur 5 plagë kjo e flamosur kënet. Më ka marrë 5 fëmijë. Fjalën e madh. Ma mbytin ato gropat atje. Për të tjerët, edhe i vajzë më vdiqën nga ethet. S'ka pari njeri hajrë nga kjo Nusekona. Ka shumë i gjera kjo kënete, ma i bie. Ka shumë i gjera. Është vendi i shtrigës Bobozare. Ke dëgjuar ti për shtrigën Bobozare? Jam pralla të vjetra këto me shtriga e drejtër, Xhaxha. Nuk them se jo, po kështu i kam mbetur. Thonë se ka qenë limeri Bobozares, që në kohë të vjetra, kuna që ka mbytur Nusekona. Nusekonës? Kjo kënete thonë, dikur ka qenë fush.
Fushe një shtrige që i thoshin shtriga apo pozare. Fush ishte, po njerishtë në qaste, se shtriga të binte vdekjen. Aha, thonë, na erdhe ca shatarë e ngritën aty në fshat. Pastaj do të bëj dasmë. Dasma e asaj të shkrete në sekon. Qofte bekuar dasma jote në sekon. E di qesme në sekona? Jo. Ja, shko atje. Shko. Shtriga kishte një qezme me 7 lëfyt. Dhe e gënjeu thonë në sekonën. Gjitha jo fush, e gjitha i fshat me gjithnuse. Me gjithnuse e gjithë dasmorët që gëzonin në sekonë. Dasëm, po dasëm thonë. Alo, mbaruat me numrin që kërkuat? Po, falemderit. Ti nuk po fle? Jo. Po ç'ke kështu? Hë? Fola në telefon me të shtëpisë.
Dua të shkoj 2-3 ditë me Leje. Me Leje? Po ti ende s'ke ardhur mirë, këtu ç'është kjo Leje? Nuk e di. Na sollën me praktik këtu, po mund edhe të na emërojnë. Po pastaj? Po pastaj, Bora, çka për ndodhur po të na emërojnë këtu? Nuk e di, Eda. Unë ta kam thënë. Kot e kam mirë kësaj pune. Si jam për këta gjëra. Ti e ndryshe, i di vështirësit. Po këto si ka marrë me mend. Këtu është krejt tjetër gjë. Fli tani. Se po flet budalla lloqe. Nga i di vështirësiti. Ke bërë vetëm një rrugë nga ferma deri këtu në kantier. Po si duket ta ka mbushur mendin ai xhalefteri me ato prallat e veta. Pralla po shumë çuditshme. As në tragjedit e vjetra s'gjen gjëra të tilla. Ishte jeta o vdekje. Vdekje me fytyrën e shtrike. Me dete ujrash. Me varreza të tëra familjesh që janë shuar. Me bestytni. Pikërisht, në këtë vend do të futen eskavatorët. Nuk e di si do vej gjithë kjo punë. Si do vej thua ti, nuk e merr dot me mend? Po ja. Do të hapen kanale të mëdhenj, ujra do të rrjedhin, do ngelen prap toka Bereqeti. E di, po këtu është ndryshe. Është ndryshe për vështirësitë që ka dhe për këto legjenda. Po këtu është në kufirin e 2 legjendave, moj Bora. Si në kufirin e 2 legjendave? Ashtu pra në kufirin e 2 legjendave. Legjenda e vjetër thot: ishte një fushë e madhe dhe u bë kënet, limer vdekje. Kurse tani do tregohet kështu: ishte një kënet e madhe dhe u bë fushë, limer jete. Aty na erdhën 2 shoqe, Bora dhe Eda, veç se Bora trëmbej nga bretkoca. Sa e keqe je ti, Eda. Gjithmonë kërkon të tallesh me mua. Çu the atyre të shtëpisë në telefon? Të ta rregullojnë që ande etikësh me Leje, a? Po e bëre këtë ta ndrequr në organizatën e Riniske për ta parë. Ke ndenjur gjithë ditën kohë dhe e marrë me budalla lloqe, a këtë ke bërë. Hajt flëm tani se a me lodhur e s'kam qef të merre me pralla. Pra, procesi shkripëzimit synon që të ullet deri në 0,2% përmbajtja e kripës, mbas së cilës tokat futen nën kulturë. Ky proces bëhet me ujë kur kemi të bëjmë me kripra të tërheqme, ose me gips kur kemi të bëjmë me kripra të patërheqme. Ne përdorim gipsin sepse kemi të bëjmë me kripra të patërheqme. Gipsi hyn në reaksion me këto kripra dhe i bën këto të tërheqme. Pastaj nisim shplarjen me ujë. U lodhët? Mira dherë, për sot mjaft. Jo, mund të vazhdojmë. Jo, për sot mjaft. Tani u shihni veç të mund. Unë po shkoj, miru pafshim. Miru pafshim. Sa mirë që e gjeti. Gati po mbinte të fikët. E ja shkojmë te gipsimi, ri me shojmë atje. Shko ti po deshe. Unë po prestusat më të shlodhen këmbë. Ikeda, do ta di për nder. Më pëlqen të ri vetëm. Si të duash, kur të shlodhesh, hajde atje. Si ju shkojnë punët? Mirë. Ti ku po shkon?
Atje te eskavator, do vish? A ju në kënet ata? Jo, tani. Hajde. Amore inxhinier. Si t'u them shoku Sotir, e ka shtratin e dobët. Ja, fundos. Si kneta e botit s'është më keq. Edhe ajo shtrat të dobët kishte, po punuan bukuri. Lena, o Lena, ma sill pak atë instrumentin. O, Gjelo. Them se mat. Po ti o veterani bonifikimeve, si thua? Si t'ju them, shoku Sotir, kënet e keqe është, me thellësirat pa besa. Po trarti kemi prerë të mirë dhe them se do ta mbajnë. O Andon! Urdhëro, shoku drejtor. Do ta provojmë me tëndin një herë, me të letin. Mirë. Edhe të rëndët do t'i mbaj kjo, si këneta e botit është. Më mirë me të letin. Bëni gati trarë. Hajde një djema. Si thua, do ta mbaj apo s'do ta mbaj? Sepse ky vend ka pralla, prandaj duhet pat kujdes. Më vështirë se në kënetat e tjera do ta kemi. Po ç'të bëjmë? E po them se do t'ja dalim. Të bëhet si të bëhet. Hajde ora luani, çfarë bëni? Hajde dhe ti shoqë luaj. Mjaft me të dukem qikuar. Rrit ke qenë gjeloja se s'kam ngehet ndaj gruan për t'ju, po hajde. Nuk e shem mendjen te gruaja jote e kam unë. Po si, po si. Vem pak ata. Hajde shpejto dhe 3-4 trarë në kanë mbetur. Më luani, qa bën? Kape. O, hopa. Lere, mirë është. Mirë është. Ashtu, bukuri. Andon, ndiza motorin. Andon! I madhi mirë punët. Është kënet e keqe kjo. Nuk është për këta xhamiun time. Do ju unë Xhalefter. Andoni vetëm sa të ndez motorin. Po është kënet e keqe, mora luz. Dëgjor plakut një fjalë. E po ç'si bëjmë o Xhalefter? E kemi në defter për ta tharë dhe do ta thajmë. Nuk merremi me prallane. Po daleni, more. Andon, ndize motorin, ndize. Prit. E ore, gjona po jo. Po pse shoku drejtor një lloj është? Hajde zbrit, bëj atë që të thonë. Ule!
Si mirë më duket. Mban. E po jepi. Është I kripur ai uji? Disi, ju do t'i lani duart? Aha. Oh, po ju pas keni vrarë dorën? Nuk e kisha vënë re. Ati të trungjet më duket. Sigurisht. Oh, pas keni mjetë e mjekimi me vete? Baj diçka me vete. Më është bërë zakon nga babaj. E keni mjek? Jo, nuk ka qenë mjek. Pse thoni nuk ka qenë? Ju nuk e keni baban tani? Ka vdekur. E keni mirë fashon apo ta lëroj pak? Jo, mirë. Faleminderit. Nga Kneta vdiq baba juaj? Jo, nga zemra. Më duket se kur të gjitha vdekjet kanë ardhur nga Kneta. Ju jeni detyruar të merreni me Knetën? Jo. Sot më duk se kur gati përgjigjeshit për gjithçka. Gjithë përgjigjen për gjithçka. Ja edhe ju sot bët diçka. Unë ashtu kot, nga kurioziteti. Prisnja ti ishte shumë e vështirë futja skavatorëve në Knet. Pse? Mu duk se do përmbyteshin fare. Nuk ka se si të ndodhë kështu. Më duke se këto janë ato prallat e Gjalefterit. Ben llogari, ben matje, pastaj ne ua kemi marrë dorën Knetave. Kjo është e treta që thajmë gjatë kohës që jam unë këtu. Gjeni që në fillim? Po, që kur mbarova institutin. Ju keni dhe fshatin këtu afër, apo jo? Po si, ja, ti ku atje? Jam rritur me pamjen e Knetave para syve shoqja Bora. Ju jeni vajzë qyteti dhe nuk e dini se ç'do të thotë pamje e Knetave para syve. Ka qenë një pamje shumë e dhimbshme. Po tani mbaruan të gjitha. Ja edhe pak, edhe këtu do të ketë vetëm fush. Moriti. Tuti, Gjalefter. Je plak, edhe unë kam respekt për ty. Po këto gjëra leri. A diti se po bën një punë të keqe. Ne prallave u kemi vënë vizën me kohë, mos ta ngjall pralla tani. Kështu, lere një rehat, na lere në rehat. More fane. Dëgjoj këtu. Punë si kjo vetëm armiku mund të bëj. A diti se çfarë po bën? Që janë ato pralla që u përshpërit njerëzve në përvesh? Unë të bëj punë armiku? Po. Dëgjoj, unë të dua pa ta them. Ti nuk je armik, ha? Se pastaj flasim ndryshe bashkë. Po këto gjëra leri. Sa budallatje tregojmë nga njerë në Eda? Kush ne? Jo ne, po unë. Se? Kot. E po mirë me që qënë ka kot, nëzito atere se do të mbetemi pa ngrënë. Sa të shko ka jo dorë e lidhur. Thuaj si të duash, po unë e Lena ishim të parat që u futëm në Nusekon. Kurse mua nuk më tregove gjë. Po erdhi Lena me traktor, pastaj ti ishe larg. Sa mirë bëra që shkova? Bora, se që paske sot ishi qënge në qef? Unë? Asgjë. E çfarë do të kem? Nuk ngjan fare me atë të djeshme. Vërtet, dje se si isha. Aman edhe i Gjalefteri, 1000 pralla dëgjova dje.
Kujtova se do përpieshin fare eskavator. Mbrëma. Bravo. Vajzë me universiteti. E mirë, shqyqyr që të kam ty. Nuk isha dëgjuar kur gjërat tilla prandaj. Ai drejtori është artist fare. Të kujtohet Eda kur qeshëm ditën e parë? Duke i bullafiq ai. Po ta shihje në eskavator? Pa le ta shihje fanin. Duke t'i urtë ai. Po ju zu për shtyma në gryk kur ju vërsul xhalefterit. Se si janë këta njerëz ti Eda? Mos u vono? Erdha. Fani nuk është aty. Nuk ardhë fare që dje. Desha ta pyesja për diçka. Mase vjen sot nga parcelat. Faleminderit. Miropafshim. Avash. Ashtu. Hajde ulu këtu. S'ka gjë por i këtu. Ha, nisemi tani. Jepi. Do të kapni shtresën 90. Nëse nuk takoni në ujë, kaloni edhe në poshtë. 1:20, 1:40. Hajde. Ej! Tu ka nisur të krijohet bota! Çfarë ka aty? Kam birë diçka. Nuk kam parasnjë llobime në këto toka dhe kjo më duk një gjë shumë interesante. Është një lule steroku. Nuk është interesante? Jo. Mbin të tilla në këto toka, sidomos tani. Sidoqoftë kjo është një lule trimoshe. Pse jo? Mbase. Jo, për këtë nuk keni drejt. Pa shikoni se ku kam birë. Në gjithë këtë shkretir pas një shënjete. Këtu nuk keni ju të drejtë. Si nuk kam të drejtë? E keni gabim pra? Një tjetër edhe mund të flasë kështu. Kurse një agronom? Kush është kretir? Kjo? Po. Gjithë kjo dystin, ja pas gjë fare. Pa vere veshin mirë dhe pjote se që bën. Po mbruhet jeta në gjirin tim, thot ajo. Jam si një mëm në pragun e amësis. Po më ngroh dielli, po më ikën helmi nga damarët. Edhe ja, prisni edhe pak, edhe do të shifni sa bukur do të mbinë farzat në gjirin tim. Pastaj... Ku e ke shoqen? Atje. Unë kujtova se kisha bërë një zbulim dhe mbeta këtu. E ka marrë me sy të mirë. Do ta vë në mes të fletëve. Quaj e lulja e nusekonës. Ashtu vërtet. Si një titull poezie. U dashkamatur mirë para se të flasësh me juve. Pse? Po ja, gjitha që thash unë ju mi hodhët poshtë. Më mirë mos flas fare. Ju doni të thosha që kjo është kretir, po ja që nuk është ashtu. I keni parë fushat me lule dielli? Jo. E që është një lule steroku për para 300 hektarëve të me lule dielli? Po ku janë ato? Hajde një këtej. Thash se do t'u kishtë treguar Viktori. Këtu ka qenë qendra e kënetës së bodit. Këtu? Pikërisht këtu. Kanë qenë këneta jo shumë të thella. Ujrat u bërzun drejt detit në 3 drejtime kryesore. Ja, shef, përmes atyre 3 kanaleve të mëdhenj.
Gati më duk si kur thate ushtritu për zunë nga 3 gryka. Si luftim. Po, diçka e tillë ka qenë pak a shumë. Këtu invazioni i ujit ka qenë më i vjetër edhe se pushtimi romak. Po tani edhe këto toka u shtiruan. Nuk e keni keq. Shumë më bukur kështu si e thatë jo. Toka jon ka qenë e zënë nga pushtues të ndryshëm, por vende ka qenë e zënë nga këto ujëra. Kurse tani është krejtësisht e jona, e bukur dhe e pafrikshme. Do me thënë e thash dhe unë një gjë të manqo. Qënë ka vërtet shumë bukur. Ja dhe qyteza fermës, sa afër? A shkojnë pim nga një aranjat? Mirë, si të duash. Çka që buzëqesh ashtu? Asgjë, asgjë. E më fani, e nëzorët e eskavatorin. Zorë, po si? A me ju lumë. Hajde natë në mirë. Natë e mirë. Mirëmbrëma Xhalefter. Si e? Mirëmbrëma moj bie Xhaxha, mirëmbrëma. Ti si e? Si a qon? Mirë, mirë. Po ju si juve në punë tash? Mirë. Ja herë da të marrë ca bukë për nipi. Po ti ku ke qenë? Unë ka ca ditë që s'të kam parë. Atje në Knet. Ndihmoj dhe unë ai sa mundem. Pa tjeri? Atje? Haj, natën e mirë, obi, natën e mirë. Natën e mirë. Keni dhe shumë?
Edhe pak mbaruam. Ti odhe në të pastër analizat e dishme? Një pjesë, mbas darke do t'i mbaroj. Do shkojmë të ham tani? Sa vajti ora? Ka filluar menca, tamam është. Po ju do të vini? Shkoni, ne po vi më vonë. Mirupafshim. Më lejoni të ulem këtu? Po si urdhroni. Ju bëft mirë. Faleminderit edhe ju. Unë jam I shpejt, nuk do të bezi shumë. Vetëm 4 minuta. Fani nuk erdhi, a? Unë Sani. Ka një mbledhje partie në drejtoritë të fermës. Nesër shkon për Tiranë. Pse? E kanë thirrur në ministri, nuk e di për shkon. S'na ka lënë as çelsin e zyrës se kemi disa gjëra atje. Ma ka lënë mua. Kujdes mos e humbësh, vetëm ky ka ngelur. Minuta e gjysëm. Jo, 4. Natë e mirë. Natë e mirë. Natë e mirë. Po ti ç'pate kështu? Unë? Asgjë. Ti ku mori fare, përse? Vete ke fajin që ndonjën të dhomë. Mere, kjo është për ty, kurse kjo është për mua. Ç'është kjo? Goçe pishe, nuk ishe? Mi dha Fani. I kishte mbledhur në pyll. Sa keq më erdhi për të shkretin sot. Kishte rënë nga pisha dhe kishte thyer dorën. E çuan në spital, po. Na tha që të mos I tregonim njeriut. E shikon si e besove gënjeshtrën? Pse u trembe kështu? Sepse desha. Po që prure, moj Lena, këtu nuk duhet më. Nuk e di, unë s'më tha njërit mos e binja. Ky këtu është Dembel. Përfiton që s'është Fani këtu dhe kërkon të bëjnë kokën e vet. Shkarkojeni se duhet. Ja ta afrojmë këtu dhe ta shkarkojmë. Nuk e di ti shoqja Bora duhet apo s'duhet. Ti ishte agronomi? Duhet. Kape mirë situatën. Se më erdhi natë, prandaj gips këtu duhet prap kurse ai kërkon ta e hedhi. Se si e ndjen veten kështu kur bjeshi. Sikur të kap një mall. Sikur do që ti jesh diku. Ku për shembull? Është e çuditshme. Vjen një kohë dhe ndjen disa gjëra. Se si lidhesh pas disa gjërave. Mua më duket sikur kam një mall. Për dikë që ka disa ditë që mungon. S'gjë e mrekullueshme. Kam qenë vetë në këtë gjendje kur zemra bëhet kaq e ndjeshme. Më thuaj edhe diçka tjetër, Eda. Mua më duket sikur nuk jam në gjendje ta mendoj vetë. A I di diçka për këtë gjë? Me siguri që duhet të di diçka. Po pastaj. A I kishte menduar ndonjëherë se do ta takoje kështu? Më duket se jo, nuk e di. Po si? Sidoqoftë nuk e kisha menduar se do ta takoja këtu. Nuk e kisha menduar kurse si. Eda, pse flasim tani për këtë gjë?
Puna mbar. Mbar pac. Ke një telegram me prun tani. Mos u mërzit, Bora, a do të flasësh në telefon? Jo, më vonë, faleminderit. Si të dua, shumë këtu jam. Ndoshta nuk është edhe aq e rëndë. Po deshe të nisesh deri në fermë të çoj unë. Faleminderit. Po patë nevojë unë këtu jam, shkuara mamas. Do me thënë ta reguluan atë punën e lejes. Bukur shumë. Tani ngreu dhe shko. Ti vetë e kërkove pse ri kështu? Tani njerëzit e din që të ka ardhur një telegram i tillë, ose duhet u thuash që është një telegram i gënjeshtërt. Ndryshe do të thonë. E çvajzë është ajo që e ka ti mund të smurën dhe nuk luan nga vendi. I Tarnanisë shumë mirë ato ditë ata që shtëpis në telefon, dhe ata ta sajuan shumë bukur leje. E përse? Se e shkreta borë këtu po eq të zite e ullirit. Nuk është ajo për punë të tilla, por ne të tjerët që jemi. Bravo, bravo. Më falni, ka mundësi? Po si? Hyni. Kam një rast, duhet shkoj në shtëpi. Po pati mundësit më qoj Lena der në fermë. Po si, pa tjetër. A ka vuajtur unë për para mamaja? Dofta i gjeni më mirë, qartë e mund. Më falni, ka autobus sonte për në fermë? Jo, iku para një ore. Po ndoj makinë tjetër? Jo, për sonte. Nesër mëngjes në orën 7. Faleminderit. Ju lutem, 2 bileta për në Bregës. Vetëm për sonte? Po, vetëm për sonte. 315. Faleminderit. A mund të flasë në telefon? Po si, me kë numër doni të flisni? Me në sekonën, dua kantierin. Alo, Marieta? Jam Rita.
Po, turizmi. Mi e pak nuk e konën. Alo, kantieri, foli këtu të lutem. Alo, kantieri. Bora e mirë jam. Ju kush jeni? Viktor. Si jeni shoku Viktor? Nga hoteli qytetit ju flas. Është e ida aty? Po shoku Fani. Jo? Ashtu? Po, do të vi nesër. Faleminderit. Ka shpejt? Si e latë nënën? Mirë, shumë mirë. Ju tha Viktori? Po. Më tha se kishe mbetur këtu. Prandaj mora motorin edhe... Ti do të rish këtu sonde? Kish ikur autobusi fundin. Nuk kishte makinë tjetër. Telefonova se mos... Ti erdhe me motor? Po. E përdor Viktori, po shpesh edhe unë. Unë nuk e pi dot, më duket e idhur. S'ka gjë, pak është. Mjaft. Gëzuar. Gëzuar. Duhet hash. Ti e lodhur dhe duhet qetësohesh. Jo, nuk dua ma. Ja po thuaj mbarova. Paguajmë tani? Mirë. Paguajmë edhe dalim. Nuk i pëlqeu? Jo, ishte shumë e mirë, faleminderit. E pas jeni lënë pa prekur fare. Po prit. Njëherë tjetër. Po të ftova unë. Po s'ka gjë? Ti do ikësh tani? Ti çfarë do të bësh? Këtu e ke motorin? Këtu. Natën e mirë. Mirë? Shumë mirë. Sa vajti ora? 10:30. Ke ftohtë? Pak. Natën e mirë. Natën e mirë. Eda? Eda? Sa shumë gjëra ka menduar për ty Bora gjatë këtyre ditëve? Çfarë për shembull? Nuk e di. Shumë gjëra. Dëgjoj, Eda. Unë sot jam tepër e gëzuar. Kupton? Më parë nuk më thoja asgjë. Ti më gjykoje mua me telefonin tim të parë. Për atë kisha të drejtë. Po, shumë të drejtë kishe. Po edhe jo. Lëre ditën time të parë.
Lërë edhe shumë ditë. Mbas edhe vite nga ditët dhe vitet e mia të mëparshme. Po flas për herë të parë kështu. Pikërisht me ty, Eda. Pikërisht tani. Vjen një kohë që njeriu duhet të shohë thellë në thelbin e vetvetes. Ç'jam unë? Kush jam unë? Më kujtohet kur isha në vit të parë të gjimnazit, i shkova babait dhe i thash: ata të shkollës do të mbajnë ca nxënës që nuk do i çojnë aksion. I thuaj drejtorit të më mbajë dhe mua. Babai im është njeri i drejtë, i rreptë dhe i mirë, por ja që e bëri një lëshim. Në fillim diç desh të më thoshte, të më kapte për flokësh, por ja që u dhimbsa dhe bëri ashtu siç i thash. Ky ka qenë gabimi i parë i përbashkët. Po të më kishte bërtitur shko me shokët, do t'ishte shumë më mirë. Unë pasaj sikur u mësova me këtë gjë. Sa herë kam parë në sy baban me të vështrim të kuptueshëm të fëmijës ndaj prindit dhe i kam thënë: çfarë do të bësh me mua kur të mbaroj fakultetin? Sepse babai im është dikushi dhe për kaq gjë i ecën fjala. Babai i gjorë dal nga dali i hyn ky krim e ha me raku. E ka prekur vajzën në pjesën më delikate, në atë që quhet dashuri prindërore. Më përpara nuk i ka onepsur këto gjëra, po për vajzën e tij e ha turpin me bukë dhe fillon nga telefonat pastaj. Sa mirë bëra që bisedova me prindërit të gjitha këto. Tani e ndjej veten kaq të lehtë. Të mos gjykoj me ditën tënde të parë. Të lë dhe shumë ditë, mbas edhe vite nga ditët dhe vitet e tua të mëparshme. Këtë gjë e kam pritur, sepse ne i bëm të dyja njësoj duart me kallo. Pastaj ti ke këtu dhe një njeri, dhe sonte më duket se ata të gjitha njëri tjetrin. Ty të qeshin syt.